Radio Premiera 101.1 MHz. Radio Premiera, emisioni Dëshmorët nuk vdesin kurrë. Gjaku është e vetë një metafore kuqe, që vdekjes I jep kuptim e përjetësisë rrënjë. Mbi imazhin e sakatosur të atë dheu tim Kosovës sime, aty ku gjëmon toka, aty ku derdhet gjaku, aty do vije liria. Kështu thoshte Bac me tush Krasniqi plaku. Në oda burrash është pjekur burëria. Në oda burrash tinglonte. Aty janë përsjellur këngët e burrave që kishin trimëri. Aty në oda burrash u lidh besa për vdekje aliri. Kosovë trime je kalandër shekuj, mbi të gjitha simboli qëndresës. Ndër stuhi është nga ata qëndrove e hekurt, Kosova ime ishe, je dhe do mbetesh e pushkës dhe e besës. Din ta qmosh gjakun që din ta urren robërin, kur derdhet për tokë të Kosovës dhe sjell lirin. Kosovë, shumë armiq të njomën me gjak, por kur ma, se tani do të jem vet këtu bajrak. Varg rjedh gjakut e pragu I përgjakur, popullim shqiptar për liri për flakur. E hekurt ushtria çlirimtare e Kosovës radhitet në male, Xhamadam për dek dhe bën ftes, lëshohet kushtrimi e lidhet besa bes. Ka shumë burrat këti dheu e shumë burrat të fisit. Ka stërnipat Skënderbeut e nipat me tush Krasniqit. Ka Adem Hamze Shaban Jashara, që për lirin tënde Kosovë shohin vetëm me pushk përpara. Kush na e zbukuroi me të madhe Dardanën? Kush qëndron në këtë lapidar? Sabri e driton Krivaqa dy djem të një nane, Agushi Sufi me respekt ju qëndron pranë. Dardan qherë dhe madhe trimash për herë, Muslymeri e Besnik Maroca me plot nder, luftuan e ran dëshmor për të mos vdekur kur nuk ju harrojmë nga se ju kem gjithkund në flamur. Ku krisi pushka e të parve në prekaz, pikrisht në kull të jasharajve. Aty dridhej toka derisa I madh dhe I vogël luftonte. Aty legjendari Adem Jashari luft po bënte. Nga kulla e jasharëve në Drenic, liria rrug të mbar ka nis. Nga kjo betejë në front lufte, u mbush Kosova plot lulekuqe. E kam pa me sytë e mi o shok, fluturimin e pavdekshëm të Shqiponjës. Ndonë se kishte plag në kokë, mu harrem fejza I thonin. Por e shija dhe në ëndër kur flija,
me plag në gjoks ecte Haki Efendia. Por që kur spranoj ligjet serboslave e lartë ju në të gjuzëri besa e fjala, më parafterohet para syve o vlezër edhe Recep Mala. Nga mërgimi po vije me vrap një trim, ishte Avdi Gjashku. Krenari që për Kosovë dëshmor ra, si u dhim të fare gjaku. Tek lapidari i fshatit tim, hogosht o legjende gjallë. Is kastrati tregoj trimërin, is kastrati trimëria rallë. Një amanet që heronjet lanë, nuk mundem dot pa u thanë. Kur vritet një ushtar lirie nga hogoshti, fjala bie, ju mos qani, mos vajtoni, por me zërin më të lartë deri në qiell këndoni. Dhe mos thuani se u vra komandanti Isa. Po vritet edhe një ushtar lirie, ju prap mos qani, por me të madhe këndoni dhe mos thoni u vra ushtari me emrin Avdi, po thoni se ra për Kosovë e gjithë Shqipëri. Që të them për këta trima e herojnë të lavdis? Po, një gjë e di, se kur nuk vdesin trimat e liris. Ata vetëm sa bien gjakun ta njomin me të shishmin atë dhe, ata vetëm sa bien për t'ju bërë atë dhe u të dhe, ata vetëm bien për të bilul kuqet në Kosovë në çdo anë, bien për të na treguar se liria e Kosovës quhet nan. Për bitë e maleve, ushtarët dhe dëshmorët e liris, Kosovë këndo. Kudo që i ke e ka dëshështrijet e gjithë shqiptaria, e kur zëri juaj lartë të jehoj, s'ka që na bën moti as stuhia.